Para se të fillojmë këtë histori që do t'ju prek thellë zemrën, më lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë mendoni ju? Kush është nëna e vërtet? Ajo që të lind apo ajo që të rrit? Lëreni përgjigjen tuaj në komente, sepse kjo histori do t'ju bëj të mendoheni thellë. Dhe nëse jeni gati për një udhëtim emocional që nuk do të harroni kurrë, qëndroni deri në fund, sepse ajo që do të dëgjoni sot është më shumë se një thjesht histori. Është një mësim jete. Ishte një natë dimri e vitit 2003, kur qielli mbi Tiranë ishte i mbuluar me re të rënda dhe era e ftohtë futej nëpër çdo plas të dritareve. Në një shtëpi të vogël në periferi, Liza Mema, një grua 50 e disa vjeçare me flokë thinjur dhe sy të butë kafe, po priste tek dritarja. Duart i kishte të mbledhura në prehër dhe buzët i lëviznin në një lutje të heshtur. Zoti im, mbaj në dorën tënde, murmuriti ajo, ndërsa shikonte drejt rrugës së errët jashtë. Ora ishte pothuajse 11 e natës kur dëgjoi trokitjen e parë. Ishte e lehtë, pothuajse e frikshme, sikur dikush nuk ishte i sigurt nëse duhet të trokasite apo jo. Liza u ngrit me një herë, zemra ja rrahte fort në gjoks. Nuk priste vizita në atë orë. Kur hapi derën, pamja që pa e bëri të ngri. Në prag qëndronte një vajzë e re, jo më shumë se 25 vjeçe, me fytyrën e zbehtë sa bora dhe sytë e kuq nga të qarit. Rrobat i kishte të grisura dhe të njomura, dhe trupat i dridheshin nga të ftohtit. Por ajo që e goditi Lizën më shumë ishin 3 fëmijët që vajza mbante me vete. 2 djem dhe një vajzë. Më i madhi, një djalë me sy të mëdhenj dhe të friksuar, dukej se ishte rreth 8 vjeç. Në krah të vajzës qëndronte djali i mesëm, që nuk mund të ishte më shumë se 6, dhe në krahët e lodhur të nënës së tyre, e mbështjellur në një batanie të hollë, ishte një fëmijë që mezi dukej se kishte 3 vjeç. Një vajzë e vogël me flokë të errët kaçurrela dhe sy që mezi mbaheshin hapur. Ju lutem, u dëgjua zëri i thyer i vajzës. Ju lutem, më thanë që ju mund të më ndihmoni. Nuk kam ku të shkoj. Fëmijët e mi do të vdesin nga i ftoftit. Liza nuk pyeti asgjë në atë moment. E tërhoqi vajzën brenda bashkë me fëmijët dhe nxitoi të merrte mbulesa, të ngrohte ujë për çaj dhe të ndes sobën e drurit që sapo kishte filluar të fikej. Uluni këtu, afër zjarrit, i tha ajo me një butësi që vinte nga zemra. Mos u shqetësoni për asgjë tjetër tani. Jeni të sigurt. Fëmijët qëndronin të heshtur, të ngulitur pas nënës së tyre, duke shikuar Lizën me një përzierje frike dhe shprese. Vajza e vogël filloi të qante me një zë të dobët, dhe nëna e saj, që dukej se mezi qëndronte më në këmbë, u përpoq ta qetësonte. Si të quhen? Pyeti Liza ndërsa vinte një filxhan çaji të ngrohtë. Anjeza, u përgjigj vajza me një zë që mezi dëgjohej. Dhe këta janë Beni, Ardi dhe Ema. Ajo i tregoi fëmijët një nga një. Unë nuk e di se çfarë të bëj më. Nuk kam punë, nuk kam para, dhe burri im na la para 6 muajsh, shkoi në Greqi dhe nuk u kthye më kurrë. Liza ndjente se si zemra ja bëhej cop-cop. E njihte mirë atë histori. Shumë gra kishin mbetur vetëm me fëmijë në duart, ndërsa burrat iknin të kërkonin punë dhe nuk ktheheshin kurrë. Por kishte diçka në mënyrën se si Anjeza fliste, në mënyrën se si i shmangej shikimit të saj, që e bënte Lizën të dyshonte se kishte më shumë pas kësaj historie. Do të flini këtu sonte, i tha Liza me vendosmëri. Nesër do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Por nesër erdhi shumë më shpejt se sa Liza e kishte imagjinuar, dhe në mënyra që ajo nuk do t'i kishte ndruar kurrë. Mëngjesi erdhi me një dritë të butë dimri që depërtonte nëpër perdeve e vjetra të dhomës së vogël. Liza u zgjua e para, siç kishte për zakon, dhe shkoi në kuzhinë për të përgatitur mëngjes. Ndërsa gatonte një çaj dhe grosh, mendjet i shkuan te fëmijët që flinin në dhomën tjetër, të mbështjellë në çdo batanie që ajo kishte mundur të gjejë. E kishte kaluar një natë pa gjumë, duke menduar për Anjezën dhe fëmijët e saj. Diçka nuk shkonte. Nuk ishin vetëm rrobat e grizura apo pamja e tmerrshme e vajzës. Ishte diçka në sytë e saj, një dëshpërim që shkonte më thellë se thjesht varfëria apo braktisja. Kur Anjeza zbriti në kuzhinë, Liza e pa menjëherë se ajo kishte qenë zgjuar gjithë natën. Rrethet e zinj rreth syve të saj ishin bërë edhe më të errta, dhe duart i dridheshin teksa merrej me filxhanin e çajit. Si janë fëmijët? Pyeti Liza butësisht. Po flen akoma.
janë aq të lodhur. Liza ul përballë saj në tavolinën e vogël të kuzhinës. Anjeza, më duhet të të them diçka, dhe shpresoj që të mos më keq kuptosh. Unë dua të ndihmoj, por nuk mund të bëj nëse nuk e di të vërtetën e plot. Çfarë po ndodh me të vërtet? Anjeza e uli kokën, dhe për një moment, Liza mendoi se ajo nuk do të fliste. Por pastaj, sikur një pend që ishte mbajtur për shumë kohë, fjalët filluan të dilnin. Unë kam një problem, filloi ajo, zëri i saj thyer. Problem me alkoolin dhe me gjërat tjera. Ajo ngriti syt, të mbushur me lot. E di që jam një nënë e keqe, e di që nuk i meritoj ata, por kërburi im më la gjithçka u shëmb. Humba punën sepse nuk mund të shkoja më, fillova të pija për të haruar dhe pastaj fillova të marr edhe gjërat më të këqija. Liza ndjeu një dhimbje në gjoks, por nuk tha asgjë. Lëm që Anjeza të vazhdonte. Unë kam provuar të ndryshoj, betohem që kam provuar, por çdo herë që mendoj se mund ta bëj, e prek përsëri. Dhe fëmijët e mi, ata po vuajnë për shkakun tim. Tani lotët po rrjedhin lirisht nga faqet e Anjezës. Nëna ime vdiq kur unë isha e vogël. Baba im na braktisi. Jam jetuar në shtëpi fëmijësh deri kur u bëra 18. Nuk kam kujt i kërkoj ndihmë. Asnjë. Liza shtriu dorën dhe e kapi dorën e Anjezës. Dhe pse erdhe tek unë? Sepse më thanë se ju keni ndihmuar të tjerë përpara, tha Anjeza me një shpresë të vogël në zë, se keni një zemër të madhe. Dhe sepse isha aq e dëshpëruar sa nuk dija ku tjetër të shkoja. Në atë moment, Liza dëgjoi hapa të vegjël që zbrisnin në shkallët. Ishte Beni, djali më i madh, që po i shikonte me sy të mëdhenj dhe të friksuar. Pas tij, erdhi Ardi, i cili mbaj fort pas vëllait të tij të madh. Dhe së fundmi, Ema e vogël, që mezi ecte me këmbët e saj të dopta. Mama, tha Beni me një zë të vogël, mos po largohesh përsëri? Ato fjale goditën Lizën si një shuplak. Fëmia nuk po pyeste nëse do të hanin, apo ku do të jetonin. Po pyeste nëse nëna e tij do të zhduket përsëri, sikur që dukej se kishte bërë shumë herë në parë. Anjeza u ngrit dhe shkoi të përqafonte fëmijët. Jo, zemri mamit, jo, jam këtu. Por Liza pa në sytë e Benit se ai nuk e besonte. Ai e kishte dëgjuar atë premtim shumë herë më parë. Dhe në atë moment, Liza Mema mori një vendim që do të ndryshonte jo vetëm jetën e saj, por jetën e 3 fëmijëve të vegjël që qëndronin para saj. Anjeza, tha ajo me një zë të qetë por të vendosur. Dëgjom me vëmendje. Dua ta bëj një propozim. Anjeza e shikoi Lizën me një përzierje shprese dhe frike. Fëmijët qëndronin të heshtur, sikur ndjenjat e tyre varteshin nga ajo që do të thuhej më pas. Liza mori një frym të thellë. Unë jam një grua e vetmuar. Burri im vdiq 10 vjet më parë dhe ne nuk patëm fëmijë. Kjo shtëpi është e vogël, por ka vend për 4 zemra të vogla. Dhe zemra ime ka nevojë për një qëllim. Çfarë po më thoni? Pyeti Anjeza, zëri i tij dridherrësh. Po të them se mund t'i marr fëmijët për një kohë. Derisa ti të shërohesh. Derisa të gjesh forcën për t'u kthyer te ata si nëna që ata meritojnë. Anjeza filloi të qante fort, duke vënë duart në fytyrë. Jo, unë nuk mund, ato janë fëmijët e mi. E di që janë fëmijët e tu. Dhe pikërisht për këtë arsye duhet mendos për atë që është më e mira për ta, jo për atë që është më e lehtë për ty. Beni u afrua të nëna e tij dhe e kapi për dorë. Mama, unë dua të rri me ty. Liza ndjeu se si zemra ja bëi çop, por e dinte se duhet qëndronte e fortë. Beni, zemër, nëna jote të do më shumë se gjithçka në këtë botë. Por ndonjëherë, kur dikush që duam smuret, ne duhet i ndihmojmë ata të shërohen. Dhe ndonjëherë, për t'u shëruar, ata kanë nevojë për kohë dhe hapësirë. Ardi, i cili kishte qëndruar i heshtur deri më tani, tha me një zë të vogël. Sikur unë u sëmura me koll dhe duhet të shkoja te doktori? Po, pikërisht ashtu.
tha Liza, duke u buzëqeshur përmes lotëve që kishin filluar t'i mblidhen edhe në sytë e saj. Nëna juaj ka nevojë të shkojë te doktori për një kohë, dhe ju do të rini me mua, ku do t'jeni të sigurt dhe të ngrohtë, derisa ajo të kthehet e shëndetshme. Ema e vogël, që mezi kuptonte se çfarë po ndodhte, filloi të qante. Anjeza e mori në krah dhe e shtrëngoi fort, duke i qarë mbi flokët e saj. Sa kohë? Pyeti Anjeza përmes lotme. Sa kohë do të më duhet? Liza e dinte që kjo ishte pyetja që do të përcaktonte gjithçka. Aq sa të duhet. Disa muaj. Ndoshta një vit, ndoshta më shumë, por do të jesh gjithmonë e mirëpritur ta vizitosh ata. Nuk jam duke i marrë larg nga ti për gjithmonë, po mundohem t'i shpëtoj. Atë ditë, pas shumë lotësh, përqafimesh dhe premtimesh, u bë marrëveshja. Anjeza do të shkonte në një qendër rehabilitimi, që Liza kishte kontaktuar përmes një shoku të vjetër që punonte në shërbime sociale. Fëmijët do të rinin me Lizën. Do të kthehem, u tha Anjeza fëmijëve të saj, duke i përqafuar një nga një. Premtoj që do të kthehem, dhe kur të kthehem, do të jem nëna që ju meritoni. Beni e shikoi me sy që kishin parë shumë premtime të thyera. E premton me të vërtet? Me gjithë zemrën time, tha Anjeza. Por, ndërsa Anjeza dilte nga dera atë mëngjes me valixhen e vogël që Liza i kishte dhënë, Beni i tha arditit në vesh: ajo nuk do të kthehet. Ato kur nuk kthehen. Dhe fatkeqësisht, në javët që erdhën, fjalët e Benit dolën si profeci. Java e parë ishte më e vështira. Ema e vogël qante çdo natë, duke thirrur për nënën e saj. Ardi ishte bërë i heshtur dhe tërhiqej, duke refuzuar të hante dhe duke kaluar orë të tëra duke shikuar nga dritarja, sikur priste që Anjeza të dukej në çdo moment. Dhe Beni kishte ndërtuar një mur rreth zemrës së tij. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste, zëri i tij ishte i ftohtë, pothuajse indiferent. Nuk ka rëndësi, i thoshte Lizës kur ajo provonte ta ngushëllonte. Jam mësuar tashmë. Por Liza nuk e nishou dorën. Çdo mëngjes, ajo zgjohet e para dhe gatuan mëngjes të ngrohtë. Bukë të freskët, djath, mish dhe për nganjëherë edhe ndonjë ëmbëlsirë të vogël. I ndihmonte familjet të visheshin, i krehute me kujdes dhe siguronte që ata të ishin gjithmonë të pastër dhe të ngopur. Shtëpia e saj e vogël, që kishte qenë e heshtur për aq shumë vite, tani ishte e mbushur me zëra fëmijësh. Ishin zëra të friksuar dhe të pikëlluar në fillim, por ishin zëra që e bënin Lizën të ndihej e gjallë për herë të parë pas vdekjes së burrit të saj. Në javën e dytë, Liza i çoi fëmijët në një shëtitje të vogël në park. Ishte një ditë e ftohtë shkurti, por dielli kishte dalë dhe qielli ishte i pastër. Ema e vogël, që kishte filluar ta besonte paksa Lizën, e kapi për dorë dhe ecën pranë saj. Ardi vraponte pak përpara, duke shikuar zogjtë që fluturonin lart. Por Beni ecte prapa, duart në xhepa, kokën e ulur. Beni, e thirri Liza. Eja këtu zemër, shiko sa e bukur është dita, por jo ndoshta, tha Beni pa e ngritur kokën. Liza ndaloi dhe u kthye, ja frui djalit dhe ra në gjunjë para tij, ashtu që sytë e tyre ishin në të njëjtin nivel. Beni, e di që je i zemëruar, e di që je i lënduar, dhe ke të drejtë të ndjesh kështu. Beni ngreti kokën dhe për herë të parë Liza pa lot në sytë e tij. Ajo premtoi, tha ai me zë të thyer. Ajo premtoi që do të vinte ta na merrte çdo fundjavë. Ku është ajo? Liza ndjeu një ny në fyt. E vërteta ishte se Anjeza kishte thirrur një herë, javën e parë, dhe kishte folur me fëmijët për 5 minuta, por që atëherë nuk kishte asnjë lajm. Qendra e rehabilitimit kishte thënë se ajo po luftonte me diçka shumë të vështirë dhe se ishte më mirë që fëmijët të mos pritnin vizita, derisa ajo të qëndronte më mirë. Nëna jote është duke luftuar me diçka shumë të vështirë, Beni, i tha Liza. Ajo të do, mos e dysho kurrë për këtë. Por ndonjëherë, edhe kur dikush të do, ata nuk mund të jenë aty. Pra ka braktis? Tha Beni me hidhërim. Jo, tha Liza me vendosmëri. Ajo nuk ju ka braktisur. Ju ka lënë tek dikush që mund t'ju mbajë të sigurt, sepse ajo nuk mund. Dhe kjo është një formë dashurie, edhe nëse nuk ndihet kështu tani. Beni e shikoi Lizën për një kohë të gjatë. Pastaj, për herë të parë, fa diçka që ndryshoi gjithçka.
Po ju, a do na braktisni edhe ju? Liza e kapi fytyrën e tij të vogël me duart e saj. Asnjëherë. Dëgjom Beni. Mund të mos jem nëna që të lindi, por jam nëna që zgjodhi të jem këtu për ty. Dhe premtoj me gjithë zemrën time që nuk do të shkoja kurrë. Për një moment, Beni nuk tha asgjë, pastaj, si një pend që thyhet, ai ra në krahët e Lizës dhe filloi të qante si nuk kishte qarë prej muajsh. Ardi dhe Ema erdhen edhe ata dhe të katërt qëndruan të përqafuar në mes të parkut, një familje e re që po formohen nga dhimbja dhe dashuria. Pranvera erdhi me lule që zbukuronin kopshtin e vogël të Lizës. Fëmijët kishin filluar të ndryshonin, Ema nuk qante më çdo natë. Ardi kishte filluar të buzëqeshte dhe madje të qeshte ndonjëherë. Dhe Beni ishte ende i rezervuar, por Liza shifte shenja të vogla se muri rreth zemrës së tij po fillonte të coptohej. Liza i kishte regjistruar fëmijët në shkollë. Beni shkoi në klasën e 3, Ardi në klasën e parë dhe Ema filloi çerdhe. Ishte një sfidë financiare, por pensioni i saj si mësuese në pension nuk ishte i madh, dhe tani kishte 3 goja për të ushqyer, 3 trupa për t'i veshur dhe libra dhe rroba shkollore për t'i blerë. Por ajo gjeti mënyra. Shiste disa nga sendet e vjetra të shtëpisë që nuk i duheshin më. Merrte pundije në shtëpi për fëmijët e lagjes. Dhe ndonjëherë, kur gjërat bëheshin vërtet të vështira, shkonte te një kredidhënës i vogël për një hua të vogël, që paguante duke kursyer nga gjithçka. Por asgjë nga kjo nuk ishte barë për Lizën. Çdo herë që shikonte fëmijët duke qarë, duke lozur, duke ngrënë, duke flokur, çdo herë që dëgjonte zërat e tyre që e thërrisnin teze Liza, zemra e saj mbushej me një lumturi që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Një ditë kur po gatuan darkën, Ema e vogël erdhi nga pas dhe e përqafoi Lizën nga këmbët. "Të dua teze Liza", tha ajo me atë zërin e saj të ëmbël. Liza ngriti vajzën e vogël në krah dhe e puthi. "Edhe unë të dua, shpirti im." "A je nëna ime tani?" pyeti Ema me pafajsi. Liza ndjeu një tundim në zemër. "Jam çka të duash që unë të jem, zemra ime." Por e vërteta ishte më e komplikuar, sepse Anjeza, edhe pse nuk kishte ardhur për t'i vizituar, ende thirrte ndonjëherë. Telefonatat ishin të shkurtra dhe të dhimbshme. Ajo premtonte që po bëhej më mirë, që do të vinte shpejt, që i mungonin ata më shumë se sa mund ta shpreh. Dhe çdo herë që fëmijët flisnin me të, Liza shihte rapresën që ndizet në sytë e tyre. Por pastaj, kur telefonata mbaronte, ajo shihte zhgënjimin kur ditët kalonin dhe Anjeza nuk dukej. Një ditë pas një telefonate të tillë, Beni u tha Lizës: "Ajo nuk do të vijë apo jo?" Liza u ul pranë tij në koltuk. "Nuk e di, zemër, por e di që ajo dëshiron ta bëj." "Dëshirimi nuk është mjaft", tha Beni me një maturim që nuk i takonte moshës së tij. "Njerëzit duhet të bëjnë gjëra, jo vetëm ti dëshirojnë ato." Liza nuk kishte përgjigje për atë, sepse Beni kishte të drejtë. Pranvera shkoi dhe erdhi vera. Lipjani ati viti solli ditëlindjen e parë që fëmijët do ta kalonin pa nënën e tyre biologjike. Ishte ditëlindja e Benit, ai po bëhej 9 vjeç. Liza organizoi një festë të vogël. Ftoi disa prej fëmijëve të lagjes që Beni kishte filluar ta luajë me ta dhe përgatiti një tortë të vogël, por të bukur, të dekoruar me makinat e vogla që Beni donte. Kur Beni fryti qirint, Liza pyeti: "Çfarë dëshire bëre?" Beni e shikoi me sy që ishin më të vjetër se vitet e tij. "Nuk mund ta them, ndryshe nuk realizohet." Por Liza e dinte. Ai kishte dëshiruar që nëna e tij të ishte aty. Mbrëmjen e asaj dite, pas që të gjithë të tjerët ishin larguar dhe vëllezërit e tij kishin fjetur, Beni shkoi te Liza, që ishte duke pastruar kuzhinën. "Teze Liza", tha ai me një zë të vogël. "Po, zemër, faleminderit për festën", tha ai. Ishte e bukur." Liza u kthye dhe pa që sytë e tij ishin të mbushur me lot. Shkoi dhe ul, duke e tërhequr në një përqafim. "Më vjen keq ajo mu erdhi", i tha Liza butësisht. Unë mendova se ndoshta këtë herë do ta bënte", tha Beni duke qarë. "Mendova se ditëlindja ime do të ishte mjaft e rëndësishme." "E di, shpirtim, e di." Qanë bashkë atë natë, dhe kur Beni së fundi fjeti në krahët e Lizës, ajo e qoi në shtratin e tij dhe unë pranë tij, duke e shikuar derisa të ishte i sigurt se ishte në një gjumë të thellë. Në zemrën e saj,
Liza ndjeu një hidhërim të thellë ndaj Anjezës, jo vetëm për atë që i kishte bërë fëmijëve, por për atë që po vazhdonte të bëj, duke u dhënë shpresë dhe pastaj duke i zhvënjur. Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse në muajt që vijuan, Anjeza do të zhduket plotësisht. Gushti erdhi me val të nxehtë vere, dhe me të erdhi diçka që asnjë nga ta nuk e kishin pritur: heshtja totale e Anjezës. Telefonatat që vinin çdo 2 javë ndaluan. Liza provoi të kontaktonte qendrën e rehabilitimit, por ata i thanë se Anjeza kishte larguar menjëherë 3 muaj më parë dhe nuk kishin informacione se ku ishte. Ka larguar? Pyeti Liza me panik. Si mund të largohet vetëm ashtu? Zonjë Mema, ajo ishte vullnetare aty, shpjegoi punonjësja, nuk mund ta mbajmë dikë kundër vullnetit të tyre. Liza uli telefonin, duke ndier një përzierje zemrimi, frike dhe pikëllimi. Si do t'u thoshte fëmijëve? Si do t'u shpjegonte që nëna e tyre, që kishte premtuar të kthehej, kishte zgjedhur të largohej? Atë natë, kur fëmijët pyetën për nënën e tyre, Liza ul me ta në dhomën e ndenjës dhe mori një frymë të thellë. Fëmi, duhet ju them diçka të rëndësishme. Filloi ajo, duke provuar të mbaj zërin e qetë. Nëna juaj, ajo ka pasur nevojë për më shumë kohë për të shëruar. Dhe ndonjëherë, kur njerëzit janë duke u shëruar, ata humbasin kontaktin për një kohë. Ajo nuk do të kthehet, apo jo? Tha Beni me një zë të sheshtë, pa emocion. Ardi filloi të qante menjëherë, por ajo premtoi, ajo tha që do të kthehej. Emma, e cila tani ishte 4 vjeç dhe kuptonte më shumë se përpara, e shikoi Lizën me sy të mëdhenj. Ku është mamaja? Liza i mblodhi të 3 në krah. Nuk e di, zemrat e mia, por e di këtë. Unë jam këtu. Unë nuk do të shkoj askund dhe do të kujdesem për ju çdo ditë, çdo orë, për sa kohë të keni nevojë. Por ne duam mamin ton. Ciao Ardi. E di që e doni, tha Liza, duke qarë edhe ajo. Dhe është në rregull të keni mall për të. Ajo është nëna juaj dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë atë. Por tani, unë jam këtu. Dhe ju jeni të mijët, dhe unë jam e juaja. Atë natë, të 4 fjetën së bashku në krevatin e matë të Lizës, të mbështjellë në krahët e njëri tjetrit, një familje e formuar jo nga gjaku, por nga nevoja, dashuria dhe përkushtimi. Vitet kaluan si ere, 1 vit u bë 2, 2 u bën 5, 5 u bën 10. Në të gjitha ato vite, Anjeza nuk dha kur shenja jete. As një telefonat, as një letër, as një vizit. Ishte sikur të ishte zhdukur nga faqja e dheut. Liza provoi ta gjente. Shkoi te policia, kontaktoi shërbime sociale, madje vendosi shpallje në gazeta vendore. Por çdo gjurmë arrinte në një rrugë të mbyllur. Disa thanë se e kishin parë në Tiranë, të tjerë në Durrës, disa madje thanë se kishte shkuar në Greqi ose Itali, por asnjë gjë nuk ishte e konfirmuar. Ndërsa Anjeza mbeti një hije në të kaluarën. Jeta vazhdoi për Lizën dhe fëmijët. Beni u rit në një djalë të zgjuar dhe përgjegjës. Shkonte në shkollë çdo ditë, merrej me vëllezërit e tij më të vegjël dhe ndihmonte Lizën në shtëpi sa të mundej. Ai nuk fliste shumë për nënën e tij biologjike, por Liza shihte se ai mbante dhimbjen brenda. Donjëherë e gjente duke shikuar fotografi të vjetra, foto që Liza i kishte shpëtuar nga sendet e pakta që Anjeza kishte lënë. Ardi u bë një djalë plot energji dhe jete. Ai e donte sportin, veçanërisht futbollin, dhe Liza bëri çmos për ta regjistruar në ekipin e shkollës. Çdo të shtunë, ajo shkonte ta shihte duke luajtur, duke brohoritur më shumë se kushdo tjetër në tribune. Dhe Emma u rit në një vajzë të bukur të ëmbël që i donte artet dhe leximin. Ajo kalonte orë të tëra duke vizatuar dhe duke lexuar libra që Liza i uazonte nga biblioteka. Dhe çdo natë para se të flinte, Emma i jepte Lizës një puthje dhe i thoshte: "Natë mirë, nën." Po, nën. Me kalimin e viteve, fëmijët kishin filluar ta thërrisnin Lizën nën në vend të teze Liza. Nuk ishte qenë diçka e planifikuar. Kishte ndodhur natyrshëm. Fillimisht me Emën e vogël, pastaj me Ardin dhe së fundi, pas shumë kohësh, edhe me Benin. Herën e parë që Beni e kishte thirrur nën, Liza kishte mbrirë. Ishte një mëngjes i zakonshëm dhe Beni kishte thënë: "Nën, a mund të më ndihmosh me detyrat e matematikës?" Kur kuptoi se çfarë kishte thënë, Beni u ndal dhe u kuq.
Më fal, unë. Por Liza kishte shkuar dhe e kishte përqafuar fort. Mos u fal kur për këtë. Unë jam nëna jote. Ndoshta ju ajo që të lindi, por jam nëna që zgjodhi çdo ditë. Dhe ato fjalë u bën motoja e familjes së tyre. Por jeta nuk ishte gjithmonë roz. Ishin ditë të vështira, shumë prej tyre. Ka pasur periudha kur Liza mezi arrinte të mbante familjen financiarisht. Pensioni i saj ishte i vogël dhe edhe pse kishte gjetur mënyra për të fituar parashtesë, duke vënë mësime private, duke qepur rroba për fqinjët, shpesh nuk mjaftonin. Ishin net kur Liza shkonte në shtrat e uritur, duke u siguruar që fëmijët kishin ngrënë sa duhet, por duke kursyer nga pjata e saj. Ishin ditë kur veshte palltot e vjetra, sepse nuk kishte para për të bler të reja, ndërsa fëmijët kishin rroba të reja për shkollë. Dhe pastaj ishin çështjet emocionale që vinin me rritjen e fëmijëve që kishin përjetuar trauma. Kur Beni arriti në adoleshencë, filloi të bëhej rebeluar. Në moshën 14 vjeç, ai filloi të kthehej vonë në shtëpi, të kalonte kohë me djem që Liza nuk i pëlqente. Dhe notat në shkollë filluan të minin. Një natë, kur u kthye në shtëpi në orën 11, Liza e priti në korridorin e hyrjes. "Ku ishe?" pyeti ajo, zëri sa i tronditur nga shqetësimi. "Jashtë," tha Beni me indiferencë. "Beni, unë kam nevojë që ti të më flasësh. Çfarë po ndodh me ty?" "Asgjë nuk po ndodh," tha Beni, zëri i tij duke u ngritur. "Pse nuk mund të më lësh rehat?" "Sepse jam nëna jote dhe më shqetëson." "Ti nuk je nëna ime e vërtet," britma Beni, dhe sapo fjalët dolën, ai u pendua. Heshtja që erdhi ishte e rëndë. Liza ndjente sikur kishin thyer diçka brenda saj. Por, kur foli zëri i saj ishte i qetë. "Ke të drejtë," tha ajo. "Nuk jam nëna që të lindi, por jam nëna që është ngritur çdo mëngjes për 10 vjet, për të përgatitur mëngjesin. Jam nëna që është qëndruar zgjuar çdo natë." Ishe i sëmur. Jam nëna që ka dhënë gjithçka që kishte për të dhënë një jetë të mirë. Dhe nëse ajo nuk është e mjaftueshme për ty, atëherë më vjen shumë keq. Liza u kthye dhe shkoi në dhomën e saj. Atë natë qau për herë të parë prej shumë vitesh. Jo vetëm për fjalët e Benit, por për të gjitha vitet e sakrificave, për të gjitha dyshimet, për të gjitha shqetësimet se ndoshta nuk ishte mjaft e mirë. Por në mëngjes, kur zgjua, gjeti një notë në nderën e saj. Ishte shkruar me dorëshkrimin e Benit. "Nën, më fal, nuk e mendam atë që thash. Ti je nëna më e mirë që kushdo mund të ketë. Të dua. Beni." Liza mbajti atë notë në zemër gjithë atë ditë dhe ende e ruan në sirtar edhe sot. Pas asaj nate, Beni ndryshoi. Jo me njëherë, por gradualisht. Filloi të fliste më shumë me Lizën për atë që ndjente, për zemërimet që mbante brenda. Një ditë, teksa ishin duke ngrënë darkë së bashku, Beni tha diçka që habitur të gjithë. "Ndoshta është mirë që ajo nuk u kthye," tha ai, papritur. Të gjithë ndaluan së ngrëni. Ardhi e shikoi vëllaun e tij të madh me gojë hapur. Ema vendosi pirunin. "Çfarë do të thuash?" pyeti Liza butësisht. Beni shikoi në pjatën e tij. "Do të thosht se nëse ajo do të ishte kthyer, ndoshta ne nuk do ta kishim ty, dhe unë nuk mund të imagjinoj jetën tonë pa ty." Liza ndjeu lotë duke i ardhur në sy. "Beni." "No, më lejon ta mbaroj," tha ai, duke ngritur kokën. "Kam qenë i zemëruar me të për shumë kohë. E urrejna për atë që na bëri, për premtimet që theu, për atë që na braktisi. Por tani kuptoj se nëse ajo do të ishte këtu, ne nuk do të ishim kjo familje, dhe kjo familje, ju tre, jeni gjithçka që kam." Ardi, i cili kishte filluar të qante, u ngrit dhe përqafoi vëllaun e tij të madh. Edhe unë mendoj kështu," tha ai. Ema shkoi nga ana tjetër dhe u bashkua me ta. "Nëna Liza është nëna jone vërtet," tha ajo, me një siguri që i takonte moshës shumë më të madhe. Dhe në atë moment, Liza e kuptoi se çfarë kishin ndërtuar. Jo thjesht një marrëveshje, jo thjesht një situatë përkohshme, por një familje të vërtet. Të lidhur nga dashuri që kishte zgjedhur, jo dashuri që ishte dhënë automatikisht. 12 vjet kishin kaluar që ajo natë ftohtë dimri, kur Anjeza kishte trokitur në derën e Lizës. 12 vjet plot gëzime,
lot, sfida dhe triumfe. Beni tani ishte 20 vjeç, student në Universitetin e Tiranës, duke studiuar inxhinieri. Ai jetonte ende me Lizën gjatë fundjavëve dhe verës, duke ndihmuar me çdo gjë që mundej. Ardi ishte 18, në vitin e fundit të shkollës së mesme, me ëndra për studiuar edukimin fizik dhe për të bërë trajner futbolli. Dhe Ema ishte 15, një adoleshente e bukur dhe e zgjuar që shkruante poezi dhe ndërronte të bëj shkrimtare një ditë. Liza tani ishte 68 vjeç. Flokët e saj ishin bërë plotësisht të bardhë dhe shëndeti fillonte të jepte shenja dobësie. Kishte dhimbje në gjunjë që e bënin të ngadalësohej dhe zemra ndonjëherë i bënte lojë. Por sa herë që i vinin shqetësime, ajo i largonte. Kishte ende shumë për të bërë, shumë për të parë. Diplomimet, dasmat, nipër e mbesa në të ardhmen. Një mbrëmje pranvere, ndërsa gjithë familja ishte mbledhur për darkë, diçka që bënin çdo të diel pa mangë, Beni ngrit një gotë ujë. "Dua të bëj një tost," thaj. "Oh, Beni po bëhet serioz," shakallon e Ardi. Por Beni nuk u qesh. "Dua të bëj një tost për gratë më të fortë që njoh. Për grantën që na zgjodhi kur askush tjetër nuk do ta bënte. Për grantën që na dha një shtëpi kur nuk kishim. Për grantën që na mësoi se çfarë do të thotë të duash me të vërtetë." Ai e shikoi Lizën, sytë e tij të mbushur me lot. "Për nënën time, faleminderit që na shpëtove." Ardi dhe Ema ngritën gotat e tyre gjithashtu. "Për nënën," thanë ata së bashku. Liza nuk mund të fliste. Mund vetëm të buzëqeshte përmes lotëve, duke mund ndier më e begatshme se çdo mbret apo mbretëresh. Por fati kishte plane tjera. Sepse 2 javë më vonë, diçka e papritur ndodhi që do trondiste thellësisht themelet e familjes së tyre. Ishte një të diel pasdite. Dhe Liza ishte duke gatuar drek, ndërsa Ema ishte duke ndihmuar. Beni dhe Ardi kishin dalë për të bler bukë të freskët nga furra e lagjes. Trokitja në derë erdhi pa paralajmërim. "Ema, shko hapi derën." "Zemër," tha Liza nga kuzhina. Ema shkoi dhe hapi derën. Dhe ajo që pa e bëri të ngrihet. Në prag qëndronte një grua. Ishte rreth 45 vjeç, me flokë të zeza që kishin filluar të thinjen, sy të lodhur, dhe një pamje që duke sikur kishte jetuar 2 jetë të tëra. Veshin rroba të pastra por të vjetra, dhe në duar mbante një qese të vogël. "Përshëndetje," tha gruaja me një zë të dridhur. Jam Ranjeza." Ema e shikoi me gojë hapur, trui i saj duke përpunuar fjalët. Anjeza? Nëna e saj biologjike, gruaja që nuk e kishte parë prej 12 vitesh. Gruaja për të cilën kishte dëgjuar histori, por që tashmë ishte me shumë një fantazëm se një person real. Ema? Tha Anjeza, zëri i saj duke u thyer. "Ti je Ema apo jo? Zoti im, sa ke rritur?" Ema nuk u lëviz. Nuk e dinte se çfarë të thoshte, se çfarë të bënte. Ishte Liza që erdhi nga kuzhina, duke pastruar duart në përparse. "Ema, kush është?" Ajo ndaloi papritur kur pa grua në prag. Për një moment koha duke i se ndaloi. 2 gratë shikuan njëra tjetrën, njëra që kishte lindur 3 fëmijë por i kishte braktisur, tjetra që nuk i kishte lindur por i kishte rritur si të ishin të saja. "Anjeza?" tha Liza, zëri i saj i rafshët, pa emocion. "Anjeza," tha Anjeza, unë e di që kjo është e papritur, e di që nuk kam të drejtë të jem këtu pas gjithë këtyre viteve, por ju lutem, duhet i shoh fëmijët e mi." "Fëmijët e tu?" Zëri i Lizës kishte një skaj që Ema nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. "Fëmijët e tu? Ku ke qenë për 12 vjet, Anjeza?" Anjeza filloi të qante. E di që ju kam tradhtuar premtimin tim, por ju lutem, më jep një shans të shpjegoj." "Jo," tha Liza me vendosmëri duke filluar të mblum derën. "Nuk ke të drejtë të vish këtu pas gjithë këtyre viteve dhe të kërkosh diçka." "Por ato janë fëmijët e mi," brit ma Anjeza. "Kam të drejtë ligjore." "Të drejta ligjore? Ku ishin ato të drejta kur Beni qante çdo natë duke pritur për ty? Ku ishin kur Ardi u sëmur me ethe të lartë dhe unë kalova 3 net pa gjumë duke u kujdesur për të? Ku ishin kur Ema mësoi të lexojë, të shkruaj, të eci me biçikletë? Ku ishe ti? Kush është këtu?
u dëgjua zëri I Benit. Ai dhe Ardi sapo kishin ardhur dhe ngjiteshin shkallët. Kur Beni pa Anjezën, çanta e bukës ra nga duart e tij. Ardi ngrin 2 hapa pas tij. "Mama," tha Ardi me një zë të vogël sikur të ishte përsëri një fëmijë 6 vjeçar. "Djemtë e mi," tha Anjeza duke bërë një hap përpara. "Djemtë e mi të dashur, sa kam mall për ju." "Ndal," tha Beni, zëri I tij ftohtë si akull. Anjeza ndaloi, duke e shikuar djalin e saj më të madh që tani ishte më I gjatë se ajo, me shpatulla të gjëra dhe një shprehje e cila nuk linte vend për keq interpretim. "Beni, ju lutem." 12 vjet, tha Beni, hapi përpara derisa ishte mes Anjezës dhe Lizës, sikur po e mbronte nënën e tij. 12 vjet pa asnjë fjalë, pa asnjë telefonat, pa asnjë letër, asgjë. Dhe tani vjen këtu dhe do të na thuash se ke mall. "Kam pasur problemet e mia," tha Anjeza, duke qarë. "Kam luftuar me demon që nuk mund të imagjinosh. Dhe ke menduar se ne nuk kemi," tha Beni, zëri I tij duke u ngritur. "Ke menduar se ishte e lehtë për ne. Unë isha 8 vjeç, Anjeza, 8 vjeç, dhe isha detyruar të rritem shpejt sepse dikush duhet ta mbante Ardin dhe Emën së bashku kur ti nuk ishe aty." "Beni," filloi Liza, por Beni ngriti dorën. "Jonën, më lejo ta them këtë." Ai u kthye përsëri te Anjeza. "Dëshiroj ta dish diçka. Gruaja që qëndron pas meje, ajo gruaja aty, ajo është nëna ime. Ajo më ushqeu kur kisha uri, ajo më mbajti kur kisha frikë. Ajo më mësoi se çfarë do të thotë të jesh njeri I mirë. Ti më linde, por ajo është ajo që më bëri atë që jam sot." Anjeza dukej sikur çdo fjalë ishte një thik. "E di që nuk mund të kompensoj për atë që kam bërë. E di që kam qenë një nënë e tmerrshme, por jam shëruar tani, jam e pastër për 3 vjet. Kam një punë, kam një apartament të vogël dhe dëshiroj të jem pjesë e jetës tuaj." 3 vjet, tha Ardi, duke folur për herë të parë. "Ke qenë e mirë për 3 vjet dhe nuk ke menduar të na kontaktosh deri tani?" Anjeza u kthye te djali I saj mesëm. "Kisha frikë," tha ajo, me një sinqeritet që ishte I dhimbshëm për tu ndëgjuar. "Kisha frikë se do të më urrenin, kisha frikë se do të më refuzonin dhe kisha frikë se do të shihja se sa mirë po ishit pa mua." "Dhe ke të drejtë që të kishe frikë," tha Beni, "sepse je me fat që ne jemi këtu për shkak të saj." Ajo tregoi Lizën. "Pa të, ne do të kishim përfunduar në një shtëpi fëmijësh, ose më keq." Situata ishte bërë shumë e tensionuar. Fqinjet kishin filluar të dalin në balkonet e tyre, duke dëgjuar zërat e larta. "Hyni brenda," tha Liza me zë të lodhur. "Të gjithë, nuk do të bëjmë një skenë për të gjithë lagjem." Me hezitim, Anjeza hyri brenda. Fëmijët e ndiqnin dhe Liza e mbylli derën. Në dhomën e ndenjës u ulën Liza, Beni, Ardi dhe Ema në një anë, Anjeza në anën tjetër, sikur të ishte një gjykat. "Pse tani?" pyeti Liza. "Nga të gjitha momentet që mund të zgjidhje, pse tani?" Anjeza mori një frymë të thellë. "Sepse nesër është ditëlindja e Emës. Ajo bëhet 16 vjeç dhe kuptova se nëse nuk vija tani, ndoshta nuk do të vija kurrë." Ema, e cila kishte qenë e heshtur deri tani, foli me një zë të vogël. "Ti e mban mend ditëlindjen time?" "Mbaj mend çdo ditëlindje," tha Anjeza, duke e shikuar me sy plot dashuri dhe piklim. "Mbaj mend ditën kur linde. Ishte 15 prill, ora 5 e mëngjesit. Qielli ishte roz dhe portokalli, dhe kur të pash për herë të parë, mendova që ishe gjëja më e bukur që kisha parë ndonjëherë." Ema ndjeu lot duke I ardhur në sy. Kishte një pjesë të saj që gjithmonë kishte dashur të dinte këto detaje. Ditën e saj të lindjes, rrëfimet për kur ishte foshnjë. Liza ja kishte treguar ato që dinte, por kishte shumë vosllëqe që vetëm Anjeza mund t'i mbushte. "Por mbajti mend nuk është mjaft," tha Beni me ashpërsi. "Nëse mbaje mend aq shumë, ku ke qenë për 15 ditëlindje të tjera?" Anjeza ul kokën. "E di që asgjë që mund të them nuk do ta ndreq atë që kam bërë, por dua që ju të dini historinë time, të vërtetën." "Pra tregona," tha Liza, "ne kemi tër ditën." Dhe kështu Anjeza filloi të tregoj. Tregoj për fëmijërinë e saj të vështirë, për vdekjen e nënës së saj kur ishte vetëm 6 vjeç, për babain alkolik që e gërmoi dhe vëllezërit që e përdhosën. Tregoj për vitet në shtëpinë e fëmijëve, për abuzimin që përjetoi aty.
Tregoi për si u martua shumë re me një burr që mendoi se do ta shpëtonte, por që u kthye në një demon tjetër. Kur ju lindët, tha ajo, duke i shikuar fëmijët e saj, mendova që ju do të ishin shpëtimi im. Por isha aq e thyer, aq e shkatruar brenda, sa nuk dija si të isha nën. Dhe kur burri im na la, gjithçka vetëm u bë më e keqe. Pra zgjodhe të pije në vend që të kujdeseshe për ne, tha Beni. Jo, tha Anjeza me lot në fytyrë. Nuk zgjodha të pija. Alkolizmi nuk është një zgjedhje, Beni, është një sëmundje. Dhe po, kam bërë zgjedhje të këqija që të çuan atje. Por kur ish i fundur aq thellë, kur dhimbja është aq e madhe, ndonjëherë substancat janë i vetmi mjet që di për të mbjetuar. Liza, e cila kishte qenë e heshtur, foli. Dhe çmefarin për ditën kur erdhe te unë, atë natë që trokite në derën time me 3 fëmijë të ngrirë. Ajo ishte pika ime më e ulët, por ishte edhe momenti kur mora vendimin më të rëndësishëm të jetës sime. Vendova t'ju lija me ty, sepse e dija që me ty do të ishin më mirë se me mua, dhe e dija që nëse nuk largohesha, nuk do të shërohesha kurrë. Por premtove të ktheheshe, tha Ardhi, zëri i tij i thyer. Dhe nuk erdhe. Sepse nuk isha gati. Larguara nga qendra e rehabilitimit ishte gabimi më i madh i jetës sime. Përdora përsëri, humba gjithçka që kisha fituar. Përfundova në rrugë për 2 vjet, pothuajse vdiqja 3 herë nga bidoza. Doma ishte krejtësisht e heshtur. Askush nuk priste këtë lloj rrëfimi. Por dikush më gjeti një natë, vazhdoi Anjeza. Një punëtore sociale e quajtur Mirela. Ajo më çoi në një qendër tjetër, më larg nga Tirana. Dhe aty, për herë të parë në jetën time, mësova se çfarë do të thotë vërtet të shërohesh. Nuk ishte vetëm për të ndaluar përdorimin, ishte për të kuptuar pse kam filluar, ishte për të shëruar plagët që më kanë shtyr atje. Dhe tani, pyeti Liza, tani çfarë do? Anjeza e shikoi të gjitha ata me sy plot shpresë dhe frikë. Dua të jetoj pjesë e jetës suaj, nuk po kërkoj t'i marr nga ju, nuk po kërkoj ta zvendësoj atë që keni ndërtuar, thjesht dua të njihem me fëmijët e mi, ta di që çkush kanë bërë, ta shoh se çfarë personash janë. Pas kësaj, Anjeza mbaroi së foluri, në dhomra një heshtje e rëndë. Askush nuk dinte se çfarë të thoshte, se si të reagonte. Ishte Ema që foli e para. Dua ta njoh, tha ajo me një zë të qetë por të vendosur. Dua të dëgjoj më shumë. Dua të di se kush jam, nga vi. Ema, filloi Beni, por Ema e ndërpreu. Jo Beni, e di që ti je i zemëruar, edhe unë jam, por ajo është nëna ime biologjike, dhe unë kam nevojë të di. Ardhi shikoi nga nëna Liza, pastaj nga Anjeza, pastaj përsëri. Edhe unë mendoj se duhet ta dëgjojmë. Nuk do të thotë që e kemi falur, por ndoshta duhet ta dëgjojmë. Të gjithë syt u kthyen nga Beni. Ai ishte më i madhi, ai që mbante peshën më të rëndë të kujtimeve, ai që kishte vuajtur më së shumti. Beni qëndroi heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj foli, duke e shikuar Lizën, jo Anjezën. Çfarë mendon ti nën? Liza ndjeu një turr emocionesh duke i përmbytur. Një pjesë e saj donte ta dëbonte Anjezën dhe kur të mos e shihte përsëri. Por një pjesë tjetër, pjesa që e kishte bërë atë të merrte 3 fëmijë jetim 12 vjet më parë, e dinte se çfarë ishte e drejtë. Mendoj, tha Liza ngadalë, se vendimi nuk është i imi për t'u marrë. Ju jeni të rritur tani, ose pothuajse. Beni, Ardhi, Ema, ju duhet të vendosni vetë. Por çfarë mendon ti? Këmbguli Beni, jo si një këshill, çfarë ndjen zemra jote? Liza mori një frym të thellë. Zemra e saj ndjente shumë gjëra, ndjente zemërim për atë që ju është bërë, ndjente frikë se do të lëndoheni përsëri. Por gjithashtu, ajo bëri një pauzë duke zgjedhur fjalët me kujdes. Gjithashtu ndjen keqardhje për një grua që qartësisht ka vuajtur shumë dhe që ndoshta, vetëm ndoshta, meriton një shans për të njohur fëmijët që londi. Anjeza filloi të qante përsëri. Faleminderit, murmuriti ajo. Por, vazhdoi Liza, zëri i saj duke u bërë më i fortë. Nëse ju vendosni ta pranoni në jetën tuaja, kjo duhet jetë me kushte. Ajo nuk mund të lyejë dhe të dalë si të dojë. Ajo nuk mund të bëjë premtime që nuk mund t'i mbajë. Dhe nëse ju lëndon sërish, unë personalisht do të sigurohem që të mos vi kurrë më pranë jush. Anjeza e kuptoi mesazhin qartë.
Pranoj çdo kusht, tha ajo. Do të bëj çfarë të duhet për të fituar besimin tuaj. Beni e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj, me një vendoshmëri që dukej se i kushtoi gjithçka, tha: "Në rregull, por do të jetë ngadalë, shumë ngadalë. Dhe nëse thyej besimin tonë edhe një herë, do të mbaroj përgjithmonë." Javët që erdhën ishin ndër më të vështirat që familja kishte përjetuar ndonjëherë. Anjeza filloi të vinte për vizita të shkurtra. 1 orë në fillim, pastaj 2. Takoheshin në ambiente publike fillimisht, në një kafene, në park, kur në shtëpinë e Lizës. Liza kishte këmbgulur për këtë. Shtëpia është hapësira e tyre e sigurt, kishte thënë ajo. Nuk do ta shqetësoj atë, derisa të jenë gati. Vizitat ishin të vështira dhe të pasakta në fillim. Biseda ishte tensionuar, plot me heshtje të gjata dhe fraza të paplota. Anjeza provonte shumë tepër, ndoshta. I pyeste miliona pyetje, donte të dinte gjithçka me njëherë, sikur të provonte të rikuperonte 12 vjet në disa orë. "Sa janë notat e tua?" pyeste ajo Benin. "Si është shkolla?" i pyeste Arditi. "Çfarë të pëlqen të lexosh?" i pyeste Emës. Fëmijët u përgjigjeshin, por me kujdes, duke mbajtur një distancë emocionale. Ishte Ema që u hap e para. Një ditë, teksa ishin duke pirë çaj në një kafene të vogël, ajo i solli Anjezës një fletore të vogël. "Shkruaj poezi," tha ajo me hezitim. Dëshiroja që ti të lexoje disa." Anjeza e mori fletoren me duar që dridheshin. Ndërsa lexonte, lotët filluan të rrjedhin nga faqet e saj. Poezit ishin për humbjen, për dashurinë, për familjen. Disa ishin qartësisht për Lizën, për mirënjohjen që Ema ndjente për Lizën. Por disa, Anjeza e vuri re, ishin për një nën që mungonte, për një zbrazëti që nuk mund të mbushet plotësisht. Këto janë të mrekullueshme, tha Anjeza përmes lotëve. "Ja që talentuar Ema, ka që mençur." Nëna Liza më ndihmoi shumë. Ajo është ajo që më enkurajoi të filloj të shkruaj. Kishte një sting në ato fjalë, nëna Liza, por Anjeza e prishi. "Jam e lumtur që ke pasur dikë si atë, sepse unë nuk mund të isha," tha sinqerisht. Ardi ishte i dyti që filloi të zbehte. Një ditë ai ftoi Anjezën në një ndeshje futbolli ku ai po luante. Liza erdhi gjithashtu, duke ulur në skajin tjetër të tribunave, duke i dhënë Anjezës hapësirën. Kur Ardi shënoi një gol, ai vrapoi drejt tribunës dhe për një moment nuk ishte i qartë se kujt po i drejtohet, Lizës apo Anjezës. Por pastaj bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai u vërsul drejt Lizës parë, e përqafoi dhe pastaj shkoi te Anjeza dhe i bëri shenjë me duar duke buzëqeshur. Ishte një moment i vogël, por i rëndësishëm. Beni mbeti ai më i vështiri për t'u hapur. Ai vinte në takime, por rrallë fliste. Kryesisht dëgjonte, vëzhgonte, gjykonte. Ishte sikur të ishte një roj, duke u siguruar që Anjeza nuk do t'i lëndonte vëllezrit dhe motrën e tij përsëri. Një ditë, Anjeza e pryeti drejt për drejt. "Beni, e di që më urren dhe e meritoj, por të lutem më thuaj se çfarë mund të bëj për të filluar të ndërtoj një urë midis nesh." Beni e shikoi me ato sy që kishin parë shumë dhimbje. "Dëshiron ta dish se çfarë mund të bësh?" tha ai. "Qëndroj, vetëm qëndroj. Mos ik, mos na lë përsëri, sepse nëse e bën, nuk do të ketë herë të dytë." "Premtoj," tha Anjeza, "dhe e di që fjalët e mia nuk kanë shumë peshë, por do t'i provoj me veprat." Ditëlindja e Emës, ditëlindja e 16, u bë një moment vendimtar për familjen. Liza organizoi një festë të vogël në shtëpi, duke ftuar disa prej shoqeve më të afërta të Emës nga shkolla. Kishte përgatitur tort, ushqim dhe kishte dekoruar shtëpinë me balon dhe pankarta. Por pyetja në mendjen e të gjithëve ishte: a duhet të ftohej Anjeza? Ishte Ema që vendosi. Dua që të jenë të dyja, nëna Liza dhe Anjeza. Të dyja janë pjesë e historisë sime, edhe nëse në mënyra shumë të ndryshme. Kur Anjeza arriti, ajo solli një dhuratë të vogël, një unaz e thjesht argjendi me një gur të vogël kaltër. "Kjo ishte e nënës sime," i tha ajo Emës, "e vetmja gjë që kam nga ajo, dhe dua që ti ta kesh." Ema e pa unazën me lot në sy. "Por është gjëja e vetme që ke prej saj." "Pikërisht," tha Anjeza, "edhe ti e gjëja më e rëndësishme që kam unë. Edhe nëse nuk kam qenë aty për ty, je pjesë e meje, edhe dua që të kesh diçka që të lidh me rrënjët e tua, me historinë tënde." Festa vazhdoi dhe për një kohë gjithçka ishte e bukur.
Ema qeshi, hëngri tort, hapi dhurata. Por pastaj kur erdhi koha për fotografi, ndodhi diçka që bëri që gjithkush të mbante frymën. Dikush tha: "Hajde, le të bëjmë një foto familjare." Dhe për një moment, askush nuk lëvizte, sepse pyetja e pashprehur ishte: kush ishte pjesë e familjes? A ishte Anjeza apo vetëm Liza dhe fëmijët? Ishte Ema që e zgjidhi. Ajo zuri Lizën nga një dorë dhe Anjezën nga tjetra. "Të dyja," tha ajo, "dua një foto me të dyja nënat e mia." Kur fotografia u bë dhe Liza e pa më vonë, ajo qau, sepse në atë foto, ajo nuk pa konkurrencë. Pa një vajzë të re që ishte mjaft e mençur për të kuptuar se dashuria nuk është një lojë me shumë zero, që mund të duash më shumë se një person, që një zemër mund të jetë mjaft e madhe për të mbajtur të vërtetën e komplikuar. Por jo gjithçka ishte rozë dhe harmoni. Tensionet që kishin qenë nën sipërfaqe filluan të shpërthejnë. Ndodhi një natë kur Anjeza erdhi për darkë, hera e parë që Liza e kishte ftuar në shtëpinë e saj në 2 muaj që kishin rifituar kontaktin. Gjatë darkës, Anjeza bëri një koment që e ndezi situatën. "E di që keni festuar shumë ditëlindje pa mua," tha ajo, duke shikuar për rreth tavolinës. "Por ndoshta mund të fillojmë disa tradita të reja, disa që përfshin edhe mua." Beni vendosi pirunin me një tingull të fortë. "Tradita të reja?" "Po," tha Anjeza, duke mos e kuptuar rrezikun. "Ndoshta mund të kalojmë disa festa së bashku, ose të bëjmë udhëtime familjare." Familja? Zëri i Benit ishte i ftoftë. "Ne tashmë kemi një familje. Kemi pasur për 12 vjet." "Beni?" provoi të ndërhynte Liza. "Jo nën," tha Beni, duke u ngritur. "Dikush duhet ta thotë. Ne nuk jemi një familje e lumtur që sapo po ribashkohet pas një keqkuptimi. Ne jemi fëmijë që u braktisën dhe që mbijetuan sepse dikush tjetër ishte i gatshëm të na donte kur ti nuk ishe." Anjeza u zbe. "Beni, nuk jam duke provuar të zëvendësoj." "Atëherë çfarë po provon të bësh?" "Sepse nga ajo që po shoh, po provon të hysh në një jetë që ndërtuam pa ty. Po provon të marrësh kredi për diçka që nuk e bër." "Beni, mjaft," tha Liza me vendosmëri. Por Beni nuk ndali. "Dëshon të dish si ishin ato ditëlindje që ti i përmende. Ishin të bukura sepse nëna Liza i bëri të bukura. Ajo që qëndronte zgjuar duke qepur rroba kur nuk kishte para për t'i blerë. Ajo që gatuar torta nga zero sepse nuk mund të blinte nga furra. Ajo që na tha se ishim të veçantë, të dashur, të dëshiruar, gjërat që ti kur nuk na the." Anjeza po qante tani. E di gjithë këtë. Dhe je i drejtë që ti jesh i zemëruar." "Nuk jam vetëm i zemëruar. Jam i shkatruar. Sepse pjesa më e keqe nuk është se na braktise. Pjesa më e keqe është se na bëre të presim, na bëre të shpresojmë. Çdo ditëlindje, çdo festë, çdo ngjarje e rëndësishme Në jetën time, një pjesë e vogël e meje priste që ti të dukesh, dhe kur nuk e bëre. Deri tani, kur është e përvonë?" "Nuk është e përvonë," tha Anjeza me dëshpërim. "Ju lutem, mos thuaj që është e përvonë." "Për çfarë?" pyeti Beni. "Për çfarë nuk është e përvonë? Për të qenë nëna që më duhej kur isha 8? Ajo go ka kaluar. Për të qenë aty kur mësova të eci me bicikletë, kur hyra në shkollën e mesme, kur vendosa se çfarë të studioj në universitet? Të gjitha ato momente kanë shkuar, Anjeza. Dhe ato kanë shkuar sepse ti zgjodhje të mos jesh aty." Dhoma ishte në heshtje absolute. Ardi dhe Ema kishin filluar të qanin. Liza qëndronte e ngrirë, dora mbi zemër. Anjeza u ngrit, duke ditur që kishte humbur. "Ke të drejtë," tha ajo me një zë të thyer, "për gjithçka. Dhe ndoshta ke të drejtë që është e përvonë. Por dua të dish diçka, Beni. Asnjë ditë nuk ka kaluar pa menduar për ty, për Ardhin, për Emën. Asnjë ditë. Edhe kur isha në pikat më të ulta, edhe kur nuk mund të kujdesesha për veten time, ju ishit në mendjet e mia. Dhe e di që kjo nuk mjafton. E di që mendimi nuk është dashuri, por ishte gjithçka që kisha për t'ju dhënë." Ajo mori xhaketën e saj dhe u drejtua nga dera, por para se të dilte, u kthye. "Liza," tha ajo duke shikuar gruan që i kishte rritur fëmijët e saj. "Faleminderit. Faleminderit për atë që bëre. Ti je nëna që unë nuk mund të isha. Dhe jam e lumtur që kanë pasur ty." Pas që dera u mbyll, Beni u rrëzhua në karigën e tij
dhe vendosi kokën në duar. Trupi i tij dridhej me të qarë që kishte mbajtur për vite me radhë. Liza shkoi dhe e përqafoi fort. "Është në rregull, djali im. Është në rregull të ndjesh ashtu siç ndjen. Pse po vjen tani? Qau Beni. Pse nuk mund të më lër vetëm të jetoj jetën time pa të? Sapo po filloja të jem në rregull." "E di, zemër, e di." Ardi dhe Ema u bashkua në përqafim, dhe të katërt qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke mbajtur njëri tjetrin ndërsa bota jashtë vazhdonte të rrotullohej. 2 javë kaluan pa asnjë kontakt me Anjezën. Fëmijët nuk dëshironin ta shihnin dhe Liza respektoi vendimin e tyre. Por pastaj, një mëngjes, një letër arriti me postë. Ishte drejtuar për Lizën. Liza e hapi me duar të dridhura dhe filluar të lexonte. "E dashur Liza, Nuk e di nëse do ta lexosh këtë, por shpresoj që po. Ka gjëra që duan thënë dhe nuk mund t'ua them fëmijëve sepse nuk mendoj se janë gati t'i dëgjojnë. Por ti e meriton të dish të vërtetën. Kur erdha te ti atë natë 10 vjet më parë me 3 fëmijë të ftohur dhe të uritur, nuk vija vetëm për ndihmë. Vija për shpëtim. Jo për mua. E dija që isha përtej shpëtimit, por për ta. E dija që nëse rinin me mua do të vdisnin. Jo fizikisht, edhe pse kjo ishte gjithashtu e mundshme, por emocionale dhe shpirtrisht. E dija që çdo ditë që kalonin me mua, po u vrisja ca pjesë të tyre. Po u tregoja se dashuria është e kushtëzuar, se prindrit braktisin, se bota është e pabesueshme. Kur vendosa t'i lija me ty, nuk ishte vetëm për të shkuar në rehabilitim. Ishte për t'u dhënë atyre një shans për një jetë normale, për një fëmijë ri që nuk do ta kishin kurrë me mua. Por pastaj, kur larguara nga qendra, kur përdora përsëri, kur humba gjithçka, nuk erdha t'i merrja sepse e dija se do të ishte një akt i egoiste. Do të ishte për mua, jo për ta. Dhe për herë të parë në jetën time, bëra një zgjedhje që nuk kishte për mua. Qëndrova larg. Të gjitha ato vite ndërsa ju mendonit që unë nuk u kujdesshëm. Unë po mendoja për ta çdo ditë. Po pyesja njerëz që i njihnin, po flisja me shërbime sociale që më jepnin përditësime të vogla, po mësoja se si po rriteshin, se si po bëheshin njerëz të mrekullueshëm, për shkak tënden. E di që tani po duket sikur jam duke kërkuar falje apo mirënjohje. Nuk jam, po të them këto sepse dua që ti ta dish. Çdo sakrificë që bëre, çdo natë pa gjumë, çdo para që shpenzove, ato nuk shkuan dëm. Shikoni ata. Shiko se çfarë njerëzish janë bërë. Kjo është vepra jote. Beni është i fortë dhe i mençur sepse ti ja mësove se burrat e vërtet janë të butë, por të qëndrueshëm. Ardi është i gëzuar dhe plot dashuri sepse ti ja tregove se bota mund të jetë e sigurt. Ema është e talentuar dhe i mençur sepse ti e inkurajove të ëndroj. Ata janë të tutë, Liza. Jo të mi, të tutë. Kur erdha pas gjithë këtyre viteve, nuk vija t'i merrja. Vija sepse dëshiroja t'i njihja, të shija me sytë e mi se çfarë mrekullie ishin bërë. Dhe ishte egoiste. E di këtë tani. Beni ka të drejtë, është e përvonë për mua për të qenë nëna që ata ka nevojë. Ajo nën je ti, dhe ndoshta gjithmonë ke qenë. Por të lutem, nëse të hap zemrën të thuash diçka, thuaj këtë. Çdo ditë e jetës sime do të pendohem për zgjedhjet që bëra, por nuk do të pendohem kurrë për vendimin për t'i lënë me ty. Sepse ky është akti më i vetmohuar që kam bërë ndonjëherë. Dhe shpresoj që një ditë, mbase ata ta kuptojnë këtë. Faleminderit për gjithçka që ke bërë, faleminderit për dashurinë që u dhe. Faleminderit për se u bëre nëna që unë nuk mund të isha. Me respekt të përjetshëm dhe mirënjohje. Anjeza. PS, po largohem nga Tirana. Po shkoj në jug, në një qytet të vogël pranë detit, ku kam gjetur një punë në një hotel. Mendoj se distanca do t'jetë më e mirë për ta, por nëse ndonjë ditë do të më duan në jetën e tyre, do t'jem aty. Madje edhe nëse duhet të presim 10, 20, 30 vjet të tjera. Liza e mbaroi vetrën me lot që rrjedhin lirisht. Për herë të parë, ajo e pa Anjezën jo si një armike apo si një kërcënim, por si një nënë tjetër që kishte vuajtur në mënyrat e saj dhe që, në fund, kishte bërë atë që mendonte se ishte më e mira për fëmijët e saj. Atë natë, Liza i mblodhi fëmijët për një bashkëbisedim familjar. Mora një letër nga Anjeza, filloi ajo, dhe dua t'ju a lexoj, nëse jeni gati. Beni duke i lodhur. Çfarë tjetër mund thotë që të ndryshoj diçka? Ndoshta asgjë,
tha Liza. Por ndoshta gjithçka, vetëm dëgjoni ju lutem. Ajo lexoi letrën me zë të lartë, duke ndaluar ndonjëherë për të mbajtur emocionet nën kontroll. Kur mbaroi, dhoma ishte e heshtur. Ema foli e para, zëri sa i vogël. Ajo po largohet? Po, tha Liza. Mendoj se e kuptoj që prania e saj këtu po ju bën më shumë dëm se mirë. Por unë nuk doja që ajo të largohej, tha Ema duke filluar të qante. Thjesht dëshiroja kohë, dëshiroja që gjërat shkonin ngadalë. Ardi shikonte ndysheme. Ndoshta është për më mirë, tha i me hezitim. Ishte shumë e vështirë ta kishim këtu duke mos ditur se si ndjeja. Por Beni kishte një shprehje që Liza nuk e kishte parë më parë. Nuk kishte zemrim. Ishte diçka më e thellë, më komplekse. Ajo thot se vendosi të rinte larg për ne, tha i ngadalë. Se ishte akti më i vetë mohuar që kishte bërë ndonjëherë. Po, tha Liza. Por si mund ta dish nëse është e vërtet? Pyeti Beni. Si mund të dish nëse ajo thjesht nuk po justifikon braktisjen e saj? Liza mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Nuk mund ta dish me siguri. Por të them këtë, njoha Anjezën për vetëm një natë, para se t'i linte me mua. Dhe në atë natë pash një grua që ishte plotësisht e shkatruar. Dhe gjëja që më shqetësoi më shumë nuk ishte gjendja e saj, por se edhe në atë gjendje, e vetmja gjë për të cilën shqetësohej ishte mirëqenia juaj. Ajo bëri një pauzë. Kur u largua atë mëngjes, djalim, ti qave shumë. Ti më the se ajo kur nuk do të kthehej. Dhe kishte të drejtë. Por tani, duke lexuar këtë letër, po filloj të pyetem nëse arsyeja që nuk u kthye nuk ishte se nuk u kujdesej, por se kujdesej shumë. Beni e shikoi nënën e tij, gratën që e kishte rritur, që e kishte dashur kur askush tjetër nuk do ta bënte. Ti po e mbron? Pyeti ai, por pa hidhërim. Ishte një pyetje e sinqertë. Jo, tha Liza, por po ju them që jeta nuk është gjithmonë e bardhë dhe e zezë. Ndonjëherë ka nuanca të grisura. Ndonjëherë njerëzit bëjnë gjëra të tmerrshme për arsye komplekse. Dhe ndonjëherë, akti më i madh i dashurisë është të largohesh nga dikush që do, sepse e di që nuk je e mirë për ta. Ema u afrua dhe e kapi dorën e Lizës. A mendon se duhet i falim? Jo, tha Liza me vendosmëri. Nuk duhet të bëni asgjë. Falja është diçka që vjen me kohë, nëse vjen fare. Dhe është plotësisht në rregull nëse nuk vjen kurrë. Por mendoj se duhet të jeni të sinqert me veten tuaj për atë që ndjeni. Beni qëndroi i heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj tha: Dëshiroj t'i them lam të mirë. Të gjithë e shikuan. Jo për të, shpjegoi ai, por për mua. Dëshiroj t'i them lam të mirë asaj pjese të jetës time që kalova duke pritur për të. Dëshiroj ta mbyll atë kapitull. Liza e kuptoi. A dëshiron që ne të vimi me ty? Beni e mendoi. Jo, mendoj se kjo është diçka që duhet ta bëj vetë. 2 ditë më vonë, Beni mori autobusin për në jug. Anjeza i kishte lënë një numër telefoni në letër dhe ai i kishte dërguar një mesazh të thjeshtë. Jam Beni. Dëshiroj të takohem para se të largohesh. Vetëm unë. Ata u takuan në një kafeni të vogël pranë detit. Ishte një ditë e errët, me re të ulta që kërcënonin shi. Deti ishte i turbulluar. Valët godisnin bregun me forcë. Kur Beni hyri, e pa Anjezën duke pritur në një tavolinë në kënd. Ajo dukej më e vogël se sa e kujtonte, e dobët, e moshuar nga vuajtja. Por kishte diçka të ndryshme në të gjithashtu, një qetësi që nuk e kishte parë më parë. Faleminderit që erdhe, tha Anjeza ndërsa Beni ul përballë saj. Nuk e bëra për ty, tha Beni drejt për drejt. E bëra për mua. E di, tha Anjeza, dhe është në rregull. Për një moment asnjëri nuk foli. Pastaj Beni filloi: Lexova letrën që i dërgove nënës Liza. Anjeza buzëqeshi me trishtim. Nënës Liza, më pëlqen se si tingëllon kjo. Ajo është nëna ime, tha Beni me vendosmëri. Vetëm që ta dish. E di, tha Anjeza, dhe jam e lumtur për këtë. Beni e shikoi për një kohë të gjatë. Dua të bëj një pyetje dhe dua një përgjigje të sinqertë. Çdo gjë që dëshiron. A na doje ndonjëherë? Pyeti Beni.
ose ishin vetëm bar, gabime që bëre. Anjeza filloi të qante menjëherë. Ju doja, o Beni, ju doja më shumë se sa mund të shpreh. Aq shumë sa më dhemte. Aq shumë sa më bënte të dëshiroja të vdisja sepse e dija që po ju dëmtoja. Atëherë, pse? Pyeti Beni, zëri i tij duke u thyer. Pse na braktove? Sepse ju doja, tha Anjeza. E di që ti ngëllon si kundërshtim, por ishte dashuri që më bëri të largohem. Ishte dashuri që më bëri të qëndroja larg. Sepse çdo ditë që kaloja me ju, po ju tregoja një version të dashurisë që ishte i çoroditur, i smur. Po ju mësoja se njerëzit që duash të lënë, se premtimet thyhen, se bota është e pasigurt. Ajo mori një frym të thellë. Kur të lash me Lizën, mendoja që do të ishte për disa muaj. Do të shërohesha, do të bëhesha e fortë. Do të kthehesha dhe do të ishin familje përsëri. Por pastaj, kur dështova, kur përdora përsëri, kaptova diçka. Ju nuk kishit nevojë për një nënë që përpiqet. Kishit nevojë për një nënë që ishte aty. Dhe ajo nuk mund të isha unë. Pra, vendose të na harrosh, tha Beni. Jo, tha Anjeza me forcë. Asnjëherë nuk ju harrova. Por vendosa që dashuria ime për ju do të shprehej duke qëndruar larg. Duke ju dhënë një jetë që unë nuk mund t'ju ajepja. Beni ndjeu lot duke i ardhur në sy. E di që duhet të jem ende i zemëruar me ty. E di që duhet ta bëj këtë më të vështirë për ty. Ke çdo të drejtë të jesh i zemëruar, tha Anjeza. Por jam i lodhur, tha Beni duke i lënë lotët të rrjedhin. Jam i lodhur nga se mbaj hidhrimin. Jam i lodhur nga se dua që gjërat të jenë të ndryshme. Jam thjesht i lodhur. Anjeza shtriu dorën përmes tavolinës por e ndaloi para se të prekte atë të Benit. A mund ta prek? Beni hezitoi, pastaj lëshoi kokën. Anjeza e kapi dorën e tij, për herë të parë në 12 vjet, dhe e mbajti butësisht. Beni, më dëgjoj me kujdes, tha ajo. Jeta jote do të jetë e mrekullueshme. E di këtë sepse shoh se çfarë njeriu je bërë pavarësisht të gjitha që kam bërë. Je i fortë, i zgjuar, i sjellshëm, ke një nënë që të do pa kushte. Ke vëllezër dhe motra që shikojnë te ti. Ke një të ardhme të ndritur përpara. Ajo ndali. Pastaj vazhdoi. Dhe një ditë, kur të jesh gati, ndoshta një vit nga tani, ndoshta 10, ndoshta kur, nëse dëshiron ta dish më shumë për mua, për historinë time, për familjen nga ku vjen, do të jem këtu, por nëse nuk e bën kurrë, do të kuptoj, sepse e vetmja gjë që dua është që ti të jesh i lumtur. Beni qau hapur tani. Pse nuk ishe kjo person 12 vjet më parë? Sepse nuk isha, tha Anjeza thjesht. Njerëzit ndryshojnë, Beni, ose përmirësohen, ose përkeqësohen. Unë përkeqësohesha për shumë kohë, por 2 vjet më parë vendosa të përpiqesha të përmirësohem, dhe çdo ditë që zgjoj, bëj atë zgjedhje përsëri. Ata qëndruan të ulur në atë kafene për 2 orë, duke folur për gjëra të vogla dhe të mëdha. Anjeza i tregoi Benit për nënën e saj, për fëmijërinë e saj të vështirë, për ëndrat që kishte pasur një herë. Beni i tregoi për jetën e tij, për shkollën, për planet e tij për të ardhmen. Kur erdhi koha për të ikur, qëndruan jashtë kafenes ndërsa muzgu fillonte të binte. Mund ta them diçka të fundit? Pyeti Anjeza. Beni e lëshoi kokën. Jam krenare për ty, tha ajo, zëri i saj duke u thyer. E di që nuk kam të drejtë të jem, por jam. Jam aq krenare për burrin që po bëhesh. Beni nuk tha asgjë për një moment. Pastaj bëri diçka që habitur edhe veten e tij. Hyri përpara dhe e përqafoi Anjezën. Shpejt, vetëm për disa sekonda, por ishte një përqafim i vërtet. Lam të mirë, Anjeza, tha ai kur u largua. Lam të mirë, Beni, tha ajo. Kujdesu për nënën tënde dhe për vlezërit e motrat e tua. Ndërsa Beni largohej, ai nuk u kthyre. Por për herë të parë në jetën e tij, ndjeu se diçka që kishte mbajtur fort brenda, hidhërimi, zemërimi, dhimbja, kishte filluar të lirohej. Koha vazhdoi të rrjedh, siç bën gjithmonë. 3 vjet kaluan që ajo ditë në kafene pranë ndetit. Beni u diplomua nga universiteti me nota të shkëlqyera dhe filloi të punonte si inxhinier në një kompani në Tiranë. Ardi hyri në universitet për të studiuar edukimin fizik, duke jetuar ëndrrën e tij për të bërë trajner. Dhe Ema ishte në vitin e fundit të shkollës së mesme, duke përgatitur aplikimet për të studiuar letërsi. Liza tani ishte 71 vjeç. Shëndeti i saj kishte përkeqësuar.
Zemra i bënte probleme më shpesh dhe kishte pasur një atak të vogël zemre që e kishte friksuar të gjithë. Duhet të ngadalsohesh, nën, i thoshte Beni. Doktori tha që duhet pushosh më shumë. Do të pushoj kur të jem në varr, përgjigje Liza me një buzëqeshje. Kam ende shumë për të parë. Diplomimin tënd, Ardi, martesën e Benit një ditë, librin e parë të Emës. Nën, protestonte Beni. E ndërprej ajo. Jam mirë, zemra ime është e lodhur, por është plot dashuri, dhe ajo është gjithçka që nevojitet. Por një natë shtatori, gjërat ndryshuan dramatikisht. Ishte ora 2 e mëngjesit, kur Beni e dëgjoi thirrjen. Vrapoi në dhomën e Lizës dhe e gjeti të shtrirë në shtrat, duke mbajtur gjoksin, fytyrën e zbehtë dhe të mbuluar me djers. Nën, britmai. Ardi, Ema, thirr ambulancën. Në spital, doktorët punuan me orë për ta stabilizuar. Ishte një atak serioz zemre, më i keqi që kishte pasur ndonjëherë. Kur së fundmi ata u lejuan ta shihnin, Liza ishte zbehtë dhe dobët, por ende e gjallë. E ende ma të buzëqeshjen e saj të butë. Nuk do të më largoni aq lehtë, shaka jo me një zë të dobët. Mos bëj shaka për këtë, tha Ema, duke qarë. Na friksove vdekjen. Mbjen keq zemra ime, tha Liza duke i fshirë lotët e Emës. Por duhet ju them diçka, për çdo rast. Nën, mos fol kështu, filloi Beni. Dëgjom, tha Liza me një forcë befasuese. Kam jetuar një jetë të mrekullueshme, dhe pjesa më e mirë ishin ju tre. Ju më dhuruat qëllim kur kisha humbur gjithçka. Më dhuruat dashuri kur ndjesha e vetmuar. Ju më bët nën kur mendoja se kurrë nuk do t'i isha. Ajo shikoi se cilin prej tyre me radhë. Beni, ti je forca jon. Ardi, ti je gëzimi jon. Ema, ti je zemra jon. Dhe së bashku, ju jeni gjithçka që kam dashur ndonjëherë. Ti je gjithçka që kemi dhe ne, tha Beni, duke e kapur dorën e saj. E di, por duhet jeni gati për ditën kur nuk do t'jem më këtu. Mos fol kështu, çao Ema. Zemër, të gjithë vdesim, tha Liza butësisht. Por ajo që lëm pas, dashuria që japim, jetët që prekëm, ajo jeton përgjithmonë. Dhe ju tre jeni trashëgimia ime. Ju jeni prova që dashuria është më e fortë se gjaku, që familja zgjidhet, që gjithmonë ka shpresë. Ajo mori një frym të thyer. Dhe ka diçka tjetër që dua të them. Për Anjezën. Dhoma u bë e heshtur. E di që marrëdhënia juaj me të është komplekse, vazhdoi Liza, dhe nuk po ju them se duhet ta falni apo ta pranonin jetën tuaj. Por po ju them këtë. Ajo është pjesë e historisë suaj. Dhe një ditë, ndoshta kur t'jem shkuar, ndoshta do të dëshironi ta njihni atë pjesë më mirë. Dhe nëse ajo ditë vjen, dua të dini se keni bekimin tim. Nën, filloi Ardi. Le ta mbaroj, tha Liza. Ajo që bëra për ju nuk ishte për të konkuruar me Anjezën, ishte sepse ju e merituat dashurinë, kujtesin, sigurinë. Dhe nëse një ditë vendosni të jepni asaj një shans tjetër, kjo nuk do të thotë që më doni më pak. Zemra ka hapësirë për shumë njerëz, për aq sa zgjidhni t'i lejoni brenda. Liza u rimëkëm nga ataku i zemrës, por të gjithë e dinin se ora po të kalon. Doktorët ishin të qartë, zemra e saj po dobësohej, dhe një atak tjetër mund të ishte fatal. Një mbrëmje, rreth 2 muaj pas incidentit në spital, Liza i thimi të 3 fëmijët në dhomën e saj. Kam diçka për ju, tha ajo, duke nxjerrë 3 zarfe nga sirtari i saj. I kam shkruar këto në rast se diçka më ndodh. Por vendova që është koha t'ju a jap tani, kur mund të flasim për to. Secili zarf kishte një emër: Beni, Ardi, Ema. Dua që t'i lexoni më vonë, kur të jeni vetëm, tha ajo. Por ka një gjë që dua t'ju them tani. Ajo mori një frym të thellë. Kam ndërtuar një marrëdhënie me Anjezën gjatë këtyre viteve. Shkëmbejmë letra çdo disa muaj. Ajo më tregon për jetën e saj, dhe unë i tregoj për ju. Me lejen tuaj, natyrisht. Asgjë shumë personale. Vetëm se si jeni, se çfarë bëni. Fëmijët e shikuan me sy të hapur. Pse nuk na the? Pyeti Beni. Sepse nuk doja që të ndiheshit të presionuar, shpjegoi Liza. Vendimi për të pasur një marrëdhënie me të është plotësisht i juaj, por mendova që meritonte të di se si po rriteshit, se çfarë njerëzish po bëheshit. Dhe ajo si është? Pyeti Ema me hezitim. Mirë, tha Liza. Është ende në jug. Punon në ato hotel. Ka një jetë të thjeshtë por të qetë.
dhe më shkrenti në çdo letër për ju, jo duke kërkuar diçka, vetëm duke shprehur se sa krenare është për ju. Ajo e shikoi tek Emma. E di që ti ke qenë më e hapur ndaj idesë për ta njohur përsëri. Dhe Ardi, e di që edhe ti ke pasur kuriozitet. Dhe Beni, e di që ti ende mban mur, dhe është plotësisht në rregull. Çfarë po na thua nën? Pyeti Beni. Po ju them se jetën është e shkurtër. Dhe ndërsa hidhërimi mund të na mbrojë, ai gjithashtu na izolon. Nuk po ju them se duhet ta fali Manjezën, po ju them se ndoshta, vetëm ndoshta, duhet të mendoni nëse dëshironi të dini më shumë për atë pjesë të historisë suaj. Ajo mori 3 letra të tjera nga një zarfi të ndryshëm. Këto janë nga Anjeza, një për secilin prej jush. I shkroi para 3 muajsh dhe më pyeti nëse mendoja që do të ishte kohë e përshtatshme për t'ju dhënë. I mbajta, duke pritur momentin e duhur. Mendoj se ky moment ka ardhur. Fëmijët morën letrat me duar të dridhura. Nuk duhet i lexoni nëse nuk dëshironi, tha Liza, dhe nuk duhet i përgjigjeni nëse nuk ndiheni gati, për janë tuajat, për ta bërë me to çfarë të dëshironi. Atë natë, secili prej tyre shkoi në dhomën e tyre dhe hapi letrat. Letra e Benit. I dashur Beni. Nuk e di nëse do ta lexosh këtë. Ka të ngjarë që jo, por nëse po, dua të them diçka që nuk pata shansin ta them atë ditë prandetit. Të shoh në ty, jo fizikisht, sepse nuk kam parë fotografi të reja, por përmes asaj që nëna Liza më tregon, dhe shoh veten time në ty, versioni që mund të isha nëse gjërat do të ishin të ndryshme. Je i fortë, inteligjent, përgjegjës. Mban familjen tënde. Je bërë burri i shtëpisë në një moshë kur shumica e fëmijëve ende luajnë pa kujdes. Dhe e di që një pjesë e madhe e kësaj është për shkakun meje, për shkakun boshllakut që lash. Por dua ta dish se çdo cilësi që ke zhvilluar, forca jote, mençuria jote, aftësia jote për të dashur pavarësisht dhimbjes, këto nuk janë për shkakun tim, janë pavarësisht meje. Dhe kjo të bën edhe më të jashtëzakonshëm. Nuk po kërkoj falje, e di që asnjë fjalë nuk mund ta ndreqat që kam bërë, por po të them se çdo ditë që kaloi që ku lash, kam menduar për ty. Jam pyetur nëse ishe mirë, nëse ishe i lumtur, nëse kujtoje për mua. Dhe tani e di përgjigjen. Je më shumë se mirë. Je i jashtëzakonshëm. Dhe nëse kurrë nuk dëshiron ta dish më shumë për mua, do të kuptoj. Por nëse një ditë ndryshon mendje, do të jem këtu. Me dashuri dhe respekt që nuk kam merituar. Anjeza. Beni e lexoi letrën 3 herë. Pastaj e vuri në sirtar dhe nuk foli për të me askënd. Letra e Ardit. I dashur Ardi. Ti gjithmonë ishe djali im i mes. Jo më i madhi që mbante peshën e përgjegjësisë, jo më i vogli që kishte nevojë për mbrojtje konstante. Por diçka të veçantë në mes. Nëna Liza më tregon që e bër një futbollist i shkëlqyer, që gjithmonë je duke buzëqeshur, duke qeshur, duke sjell dritë kudo që shkon. Dhe kjo më mbush zemrën me gëzim dhe pikëllim në të njëjtën kohë. Gëzim sepse je gjetur lumturinë pavarësisht gjithçkaje. Pikëllim sepse nuk isha aty për ta parë. Nuk kam shumë për t'u thënë Ardi. Vetëm këtë. Vazhdo të jesh ai që je. Vazhdo të sillni dritë. Vazhdo të gëzohet. Bota ka nevojë për njerëz si ti. Njerëz që mund të gjejnë gëzimin edhe pas errësirës. Dhe nëse një ditë dëshiron të takohemi për një kafe, për të folur, për të qeshur, do të ishte nderi më i madh i jetës ime. Me dashuri, Anjeza. Ardi e lexoi letrën dhe qau. Pastaj shkoi te Emma dhe ja tregoi. Së bashku vendosi që ndoshta një ditë do të ishin gati për ta parë. Letra e Emës. E dashur Emma ime. Kur të linda të mbajta në krah dhe të premtova botën, por theva atë premtim para se ti të kishe mundësinë ta kujtoje. Nëna Liza më tregon që shkruan poezi. Në atë unas që të dhash ka një gërmim. Dashuria zgjedh. Nëna ime ma dha dhe më tha. Dashuria e vërtet nuk është ajo që trashëgon, është ajo që zgjedh çdo ditë. Liza të zgjodhi çdo ditë. Unë të linda, por ajo të bëri atë që je. Nëse një ditë dëshiron ta dish historinë time, jo për të më falur, por për të kuptuar se nga vjen, do të jem këtu. Me dashuri të pafund,
Anjeza. Ema e lexoi letrën dhe shkoi te Liza. Nën, mendoj që dua ta njoh, jo për të zëvendësuar, por për të kuptuar historinë time të plot. Liza e përqafoi. Do të mbështes në çdo zgjedhje. 2 javë më vonë, të 3 vëllezërit shkuan në një kafene për të takuar Anjezën. Liza priti jashtë, në park. Anjeza ishte aty, e tensionuar. Faleminderit që erdhët. U ulën Beni, Ardi dhe Ema nga njëra anë, Anjeza nga tjetra. Pse tani? Pyeti Ardi. Pse kujdesesh tani kur nuk u kujdesa atëherë? Sepse atëherë isha thyer, tha Anjeza. Nëse ria do t'ju theja edhe ju. Tani kam ndryshuar, por nuk po kërkoj të hynë në jetën tuaj. Vendimi është juaj. Ema pyeti. A kujtove për ne? Vërtet? Çdo ditë, tha Anjeza, por mendimi pa veprim është i zbrazët, dhe e dija që çdo gjë që do të bëja në atë gjendje do të shkaktonte dëm. Beni foli. Na bëre të mendonim se nuk ishim të dëshirueshëm. Anjeza qau. Ju ishit gjithçka. Unë isha ajo që nuk ishte mjaft e mirë. Ju merituat më mirë dhe jam e lumtur që patët Lizën. Pas 2 orësh bised, unë ngritën për t'ikur. Ema foli. Mendoj që dua të njoh më mirë. Ngadalë. Ardi u pajtua. Edhe unë. Beni hezitoi, pastaj tha. Do të shoh, por ja bër një hap i parë. Ndërsa dilnin, Anjeza tha. Çfarëdo që vendosni, faleminderit që më dhat këtë shans. Jashtë, Liza i priti me krah hapur. Si shkoi? Vështirë, tha Beni, por ndoshta e nevojshme. Gjatë 6 muajve të ardhshëm, Ema dhe Ardi takoheshin me Anjezën çdo muaj. Bisedat ishin më të lehta, më të sinqerta. Ata mësuan për të kaluarën e saj dhe ajo mësoi për jetën e tyre. Beni shkoi vetëm një herë, pas 3 muajsh. Ishte një takim i shkurtër por i qetë. Nuk e di nëse do të jem ndonjëherë gati për më shumë, i tha ai Anjezës, por po mundohem të lëshoj zemërimin. Kaq është më shumë se sa meritoj, tha Anjeza. Një natë vjetori, Liza ra përshëri në gjumë. Kësaj radhe, nuk u zgjua. Ishte paqësore në shtrat me një buzëqeshje në fytyrë. Doktorët thanë që zemra thjesht pushoi të rrahte. Fëmijët ishin shkatëruar. Gruaja që i kishte shpëtuar, që i kishte rritur, që u kishte dhënë gjithçka, kishte ikur. Në funeral erdhën qindra njerëz, fëmijë që Liza i kishte mësuar, fëmijë që i kishte ndihmuar, njerëz që kishte prekur me mirësinë e saj. Dhe në radhën e fundit, duke qëndruar e vetme, ishte Anjeza. Pas ceremonisë, ajo u afrua tek Beni, Ardi dhe Ema. Më vjen shumë keq, tha ajo me lot. Ajo ishte një grua jashtëzakonshme. Ema e përqafoi. Ardi i kapi dorën, Beni vetëm e lëshoi kokën, por nuk u largua. Faleminderit që erdhe, tha Ema. 5 vjet kaluan. Beni u martua me një grua të mrekullueshme dhe pati një vajzë që e quajti Liza. Ardi u bë trajner futbolli për fëmijë. Ema publikoi librin e saj të parë të poezisë, të dedikuar për nënën time, Liza Mema. Dhe Anjeza, ajo vazhdonte e donte në jug, të takohej me Emën dhe Ardin disa herë në vit. Marrëdhënia me Benin mbeti e kufizuar, por e respektueshme. Një ditë, kur vizituan varrin e Lizës së bashku, Ema pyeti, mendon se ajo do të ishte krenare? Beni buzëqeshi, e di që është, kudo që të jetë. Anjeza qëndroi mbrapa, duke i shikuar 3 fëmijët që kishte lindur, por nuk i kishte rritur, dhe për herë të parë nuk ndjeu vetëm pikëllim, por edhe paqe. Sepse ata ishin mirë, ishin të lumtur, ishin të dashur, dhe në fund, ajo ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi. Kjo histori na mëson se dashuria nuk përcaktohet nga gjaku, por nga zgjedhja. Liza Mema zgjodhi 3 fëmijë që nuk ishin të saj, dhe u bën nëna më e madhe që ata mund të kishin. Por na mëson edhe se falja është komplekse, që ndonjëherë njerëzit bëjnë gjëra të tmerrshme jo nga keqdashja, por nga dhimbja e tyre, dhe që healing është një proces, jo një moment. Kështu që ju pyes përsëri, kush është nëna e vërtet? Ajo që lind apo ajo që rrit? Ndoshta përgjigja është që të dyja, në mënyrat e tyre, por nëna që zgjedh të jetë aty çdo ditë, ajo është heroina e çdo historie.